Për të shkuar tani tek lajmi i radhës dhe pikërisht për këtë lajm ju thash që me hapa të ndryshëm mund të shkojmë drejt një frenimi të gjithë asaj çfarë dora njerëzore i ka bërë planetit dhe pasojat e të cilës do t'i vuaj jo vetëm njeriu, po i gjithë ekosistemi. Norvegjia ka bërë një hap historik në mbrojtjen e natyrës, duke u bërë vendi i parë që ndalon përdorimin e produkteve që lidhen me shpëllëzimin në blerjet e qeverisë. Ky vendim i rëndësishëm do të ndikojë produktet që shkaktojnë shkatrimin e pyjeve si druri, soja, vaj palmës apo mishi i prodhuar në zona të shpëllëzuara. Me këtë politikë të re, Norvegjia dëshmon se qeveria mund të përdorë fuqinë e saj blerëse për të mbrojtur natyrën dhe për të ndihmuar klimën. Parlamenti norvegjez ka miratuar këtë rregull si pjesë të angazhimit për zero shpëllëzim, duke treguar se çdo blerje patjetër që ka rëndësi. Çdo produkt që lidhet me shkatrimin e pyjeve nuk do të lejohet në kontratat shtetërore të Norvegjisë dhe kjo i jep kompanive një mesazh të qartë se për të punuar me qeverinë norvegjeze duhet të respektojnë mjedisin. Është një vendim jo thjesht simbolik, është një hap konkret për të mbrojtur pyjet që luajnë një rol kyç në thithjen e karbonit, ruajtjen e biodiversitetit dhe mbështetjen e klimës globale. Norvegjia tregon se politikat mund të jenë mjet efektiv për të ndaluar shpyllëzimin dhe për të nxitur ekonominë drejt qëndrueshmërisë. Megjithatë, vendimi gjithashtu kujton se bota ka ende shumë punë për të bërë dhe për këtë jemi të vetëdijshëm të gjithë me vëmendje, sepse shpëllëzimi vijon të jetë një problem global dhe pasojat e tij nuk lidhen vetëm me zhveshjen e pyjeve, por kanë ndikime më të rënda, kanë ndikime në mënyrën se si fenomene natyrore le të themi ndikojnë në raport me çka mund të kenë influencuar më parë përmbytjet, apo edhe gjithçka tjetër bëhen akoma edhe më të intensifikuara për shkak të shpyllëzimit. Kështu që padyshim është më se e nevojshme dhe është kohë e dur për të ndërmarrë veprime konkrete e për të ndaluar atë çfarë është duke ndodhur me planetin. Norvegjia është një nga vendet e para, ose më saktë i pari, që përmes politikës ndalon shpyllëzimin, ama duhet të presim dhe të shohim se cili do të jetë i radhës.